sepse unë jam rrit me Sërb. Dy shokët e mi të fëmirisë ka qenë Darko dhe Sreteni. Kemi qenë 3 shokë, 1 shqiptar, 2 Sërb. Në rrugën time. Dhe në fund doli që gjitha kishte qenë mirazh, kishte qenë nuk është fajt e politika e madhe, ajo është mendoj që është pjesë e asaj doktrinës që ata e kanë në gjenezën e tyre kombëtare për të nënshtruar popujt tjerë, në radhën parë për të nënshtruar popullin shqiptar, që fajt i ka një politikë e madhe se ne mund të merrem me vesh. Në momentin e parë ne dolem që ishim fajtorë për gjitha, që i kishim fajt për gjëra që as i kishim idenë për ça bëj, gjëra që ka kalu. Unë i takoja Ati Brezit që ka besu në këto zgjidhje praktike për cilat po flasim. Unë mendoj që këto janë krejt pralla me mret, për arsye se nuk mund të vi deri ajo pa i qartësu gjërat funksionale në mes të dy popujve. Si bëhet kjo? E para duhet më adresu padrejtësia historike. Ne nuk kemi nevojë si njerëz ta luajmë rolin tash të një personi që ndihet qoftë inferior, apo që i vije keq, apo kolegja është juriste, unë jam jurist së fundmi, nuk mund është ti të hecësh përpara pa e trajtu esencën e problemit, pa dalë me pa aty kush, pse, qysh, tek.